Në kuadër të fushatës Mbrojtja Civile në turne 2025 në Lezhë u zhvillua një aktivitet informues dhe praktik të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Institucioni Prefektit me mbështetjen e PNUD Shqipëri. Gjatë aktivitetit, strukturët operacionale të mbrojtjes civile në nivel qarku dhe vendor zhvilluan skenar të simuluar emergjencash për testuar dhe përmirësuar reagimin në situata të rrezikshme, sidomos në rastet e fatkeqësive natyrore. Përmes demonstrimeve praktike u vlerësua gatishmëria e ekipeve dhe bashkëveprimi nderinstitucional në momente krize. Është planifikuar stimulimi i një zjarri konkretisht në një shkollë, në shkollën mesme të bashkuar Zemen, ku është demonstruar edhe reagimi i strukturës mbrojtjes nga zjarri pra zjarrfikseve të bashkisë Lezhë, konkretisht. Njëkohësisht është parë dhe është shikuar edhe reagimi dhe koordinimi i strukturave të tjera, konkretisht i urgjencës mjekësore, bashkëpunimi mbështetja nga policia e shtetit dhe përballimi dhe reagimi sa më shpejt i këtyre forcave me qëllim minimizimin e dëmeve. Gjitha këto së bashku bën që të ngrihet niveli i reagimit dhe përgatitja profesionale e forcave të zjarrfikseve, me qëllim me gjithnjë përballlimin sa më pak dëme të situatave emergjente që mund të vijojnë. Pjesa e informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut është një element paq i rëndësishëm në ngritjen e nivelit të përgatitjes mbrojtjes civile, jo vetëm në nivel institucional, por edhe në nivel komunitar. Çdo emergjencë fillon dhe përfundon te komuniteti, te qytetarët dhe është domosdoshëm për ne që qytetarët të kenë njohuritë dhe aftësitë për të reaguar në mënyrë të shpejtë, por edhe për t'i dhënë kohë autoritetet dhe grupeve më të specializuar për t'i mbështetur ata në përballimin e emergjencave civile. Ndaj edhe ne kemi nisur fushatën kombëtare Mbrojtja Civile në turne dhe sot jemi këtu në qytetin e Lezhës, ku kemi kryer dhe një simulim në shkollë, gjë e cila shpresojmë do të vijojë çdo vit si pjesë e programit të edukimit të tyre, dhe fuqizimin e rolit të qytetarëve në sistemin e mbrojtjes civile. Pra, qytetari është aktori kryesor, aty fillon dhe aty mbaron një emergjencë civile. Në kuadër të sensibilizimit me qëllim rritjen ndërgjegjësimit dhe informimit mbi veprimet që duhen ndjekur në rast emergjencash, u mbajtën dhe takime me qytetarët. Institucionet theksuan se qytetarët janë në një hallk kyçe në funksionimin e sistemit të mbrojtjes civile dhe se përgatitja e tyre është thelbësore për të reduktuar pasojat e fatkeqësive.